Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të komentuar dhe për të ndarë lajmet më të fundit. Kam komente të ndryshme, kam mesazhe të ndryshme në DM nga të gjithë ndjekësit, fansat, sidomos të Selinës edhe të Gimbos. Tiranë, çfarë po ndodh me to? Tiranë, kur do t'i kemi në ekranin televiziv? Tiranë, pse nuk janë pjesë e asnjë platformës Top Channelit? Në fakt janë të shumta pyetje që më bëhen dhe me patjetër unë që merrem me pjesën e gazetarisë së showbizit e kam për detyrim që t'ju përgjigjem këtyre pyetjeve të shumta. Tani, Selina dhe Gimbo, ndryshe nga personazhet e tjerë publik, kanë vendosur që rrugtimin e tyre mediatik ta kenë më të avashtë edhe më të sigurt. Çfarë nënkupton kupton rrugtim më i avashtë edhe më i sigurt? Në kuptimin që Selina dhe Gimbo nuk hedhin hapa të pamenduara mirë, nuk hedhin hapa të palogjikuara mirë, nuk hedhin hapa të cilat ato nuk i besojnë që do të realizohen. Dhe unë zakonisht jam mbështetës dhe duartrokitës i personazheve të cilët karrierën e tyre e ndërtojnë në hapa të sigurt, ku ndërtojnë edhe imazhin, ndërtojnë edhe personalitetin e tyre që në fakt është shumë madhore dhe është shumë e shenjtë për një artist që të ndërton edhe imazhin dhe autoritetin dhe respektin krahas gjithçkaje. A do t'jetë Selina dhe Gimbo pjesë e ekranit televiziv gjatë sezonit veror? Do me thënë, a do t'i shohim Gimbon dhe Selinën? Siç duket, malli është shumë i madh dhe dëshira është shumë e madhe. Unë do t'ju them që po, do t'i shikoni Selinën edhe Gimbon. Selina dhe Gimbo do t'jenë pjesë e platformave të televizionit Top Channel, emisioneve të cilat janë duke u përgatitur për sezonin veror, edhe pse janë shumë pak, me thënë të drejtën, sepse ato flusku i madh i emisioneve është zakonisht pas muajit shtator. Por konkretisht Selinën do ta shikoni në muajin shtator, do të thënë nga muaji shtator e sipër, pjesë e televizionit Top Channel, ndërsa tani do ta shikoni thjesht si e ftuar në panele të ndryshme, ku do jep mendimet e saj, ku do jep qëndrimet e saj dhe gjithçka që në fakt lidhet me rrugtimin e Selinës si me Big Brother, ashtu edhe jashta Big Brotherit. Do me thënë, Selina po përgatitet për një rrugtim të bukur dhe po përgatitet për një eksperiencë shumë interesante në fakt, që do të përjeton brenda televizionit Top Channel, ndërsa si gjithmonë Gimbon do ta kemi pjesë të mbrëmjeve më të bukura, ku Gimbo do të na shoqëroj me muzikën e pastër dhe të bukur si DJ. A do të kemi një, le të themi, një Selina në shizon top? Pse jo? Kjo është në fakt kërkesa më e madhe që bëhet edhe nga publiku.